Mirë se erdhët. Në aktivitetin kujtojmë profesor Agron Fico në 90 vjetorin e lindjes. Do të them dy fjalë në emër të kryesisë së akademisë para se t'u jap fjalën folësve të parashikuar në program. I nderuar kryetari i akademisë, akademik Gjinushi, të dashur zonja Fico, e dashur Albana Delina, e nderuar zonja ambasadore e Republikës së Kinës në Shqipëri, të nderuar akademik, profesor, familjare, miq të familjes Fico, të nderuar pjesëmarrës. Ky aktivitet bëhet në nderim të figurës dhe personalitetit të profesor Agron Ficos. Në vitin e 90 vjetorit të tij të lindjes, si një bashk organizim i akademisë son, kryesisë seksionit albanologjik dhe komisionit të artit me familjen Fico. Na mungon sot fizikisht, por ai ka zgjedhur të jetë me ne përmes librit të tij që sot e promovojmë, përmes vlerësimit që Akademia e Shkencave do të bëjë për të dhe trashëgiminë e tij, e sigurisht përmes jush që jeni këtu, e sigurisht dhe shumë të tjerëve që s'janë këtu sot, tek të cilët profesor Fico ka mbretësuar kujtimet më të mira. E filloi jetën duke mbajtur mbiemrin e nderuar Fico si trashëgimi e paraardhësve dhe në çdo hap që hodhi prej fëmijërisë e deri në fund të jetës fizike formosoi emrin Agron me shumë punë dhe përkushtim. Ishte nxënës i shkëlqyer i shkollës Dritan Gjirokastër e më pas bashkënxënës, student dhe koleg me Ismail Kadaren, Dritorova Gollin, Jorgo Bulon, Agim Sheun, Kristian Bukuroshin, Alex Budën, Androkliko Sallarin, Zini Sakon e tjerë, që të gjithë personalitete të Shqipërisë. E kujtojmë sot Agron Ficon se ka pasur një veprimtari intelektuale që shtrihej që nga kërkimi primar shkencor, drejtimi i institucioneve, pedagogjia e publicistika, folklori pa diskutim në këndvështrim më të gjerë dhe albanologjinë si shkencë ndërdisiplinore. Me vëmendje të veçantë të tij në eposin e kreshtikëve dhe çështjen numerike, me studimin e letërsisë shqipe dhe personalitetet e saj, me aktualitetin e Shqipërisë dhe të diasporës shqiptare dhe shumë çështje të tjera. Fokusi qendror i punës së tij ka qenë i lidhur ngushtë me njohjen dhe studimin e gjuhës shqipe, si zemra e etnokulturës shqiptare. Pa përmendur botimet e tij të shumta, theksoj faktin se Agron Fico ka një kontribut të veçantë në fushën pedagogjike e posaçërisht në atë të popularizimit, njohjes dhe përhapjes së gjuhës shqipe jashtë Shqipërisë në aulat e universiteteve në 3 kontinente. Ai ishte qytetar nderi i qytetit Muzeut Gjirokastrës, doktor honoris causa e Universitetit e Qenem Çabej dhe antar i Komisionit Përhershëm të Artit dhe Trashëgimisë pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Ai ishte një mik i dashur për mua dhe një mbështetës pa kushte i rolit dhe rëndësisë së Akademisë së Shkencave dhe instituteve pranë saj për ruajtjen dhe promovimin e identitetit tonë kombëtar. Ai e jetoi jetën dhe e krijoi trashëgiminë e tij që la pas me shumë përullësi. Dhe kjo më kujton shprehjen, citoj, që kushdo që ngre lart veten e tij do të përullet, dhe ai që përul veten e tij do të ngrihet lart. Sot jemi duke përjetuar se sa lart është ngritur profesor Fico në 90 vjetorin e tij të lindjes. I kthehemi programit, fjala për akademike Floresha Dadon për të paraqitur vlerat e librit Një hap i ri me kohën të profesor Agron Ficos. Fjala për ju, profesor. Kënaqësi e veçantë të paraqes sot, sigurisht në mënyrë shumë të përmbledhur, veprën Një hap i ri me kohën të profesorit të ndjer Agron Fico, një përmbledhje studimesh, artikujsh për problematika të disa planeve. Kush ishte Agron Fico? Ju që jeni në sallë e njihni, ndonse sigurisht jo plotësisht. Kontributin e tij të shumëanshëm në kulturën dhe shkencën albanologjike. Studius i njohur i etnokulturës, një ndër figurat e spikatura të Institutit të Folklorit, pedagog i vullnetshëm, themeluesi 2 katedrave të gjuhës shqipe në Pekin dhe Michigan, me shumë kontribute në fushën e botimeve dhe prezantimeve në konferenca shkencore e tjerë. Janë shumë, por këtë pasqyrë e zbulon tërthorazi vepra e botuar me përkujdesjen e 2 vajzave të mrekullueshme të Agronit,
të Albanës dhe të Delinës dhe të zonjës së ëmbël Liri Fico. Duke lexuar këtë vëllim për mbledhje, studimesh dhe artikush, më tërhoqi vëmendjen fjala që vajza e madhe Albana i kishte premtuar babait të saj ditën e lamtumirës, për të takuar së shpejti në një ceremoni përkujtimore. Dhe ja ku jemi sot, për të përshëndetur me mikun ton në urimin për botimin e vëllimit të ri të tij në përvjetorin e ditëlindjes së 90. Në këtë vështrim, do të thoja që aktiviteti i sotëm mund të emërohet ritakim i premtuar me Agron Fico. Vlerat e pasurisë tematike të një përmbledhjeje me artikuj dalin më qartazi duke ndjekur tipologjinë e trajtimeve, qofshin shkencore, eseistike apo publicistike, dhe duke lexuar veprën e botuar së fundit të Agron Ficos, Një hapëri me kohën, e gjej strukturën e saj të përbërë nga disa boshte themelore, ku më të rëndësishmet janë: së pari, rubrika personalitetet të kulturës, kryesisht Gjirokastrit, por edhe më gjerë. Shkrime të tilla se i kushtuar Rauf Ficos, njohurit për aktivitetin e gjerë politik, diplomatik, atletar, vlerësimet me dekorata në vende të ndryshme të Evropës, figure nderuar si një ndër më të shquarit e kontinentit, me aktivitet të shumanshëm zhvilluar me pasionin e vlerësimit të kombit të gjuhës, zbulojnë në këtë vëllim një portret të spikatur në trashëgiminë tonë historike. Ne e dim se ka mjaft figura të ndritura që historia i ka në dokumentat e saj, por lexuesi nuk i njeh plotësisht, ose i njeh shumë pak. Prandaj, këto lloj shkrimesh kanë vlerë edhe nëse japin informacione ose njohuri jo shtërruese. Në shkrimin për gjyqtarin e shquar e Qerem Çabej, vjet re një qasje tjetër për të cilën nuk është folur aq sa duhet. Aspekti moral i shkenstarit, që nuk pranoi të bënte kompromis me joshjet e pushtuesit. Pra, në themel është aspekti moral, karakteri i tij. Duke përshkruar lëvizjet në shpirtin e shqetësuar, të cënuar, të shkenstarit të madh, autori zbulon kontrastin midis fisnikërisë të profesor Çabejt dhe moralit komunist. Mjafton shprehja: pas kësaj fushate, profesori u duk se pak dhe u plak, që të kuptojmë edhe dhëmbjen e autorit të këtij shkrimi për këtë figurë të madhe. Shkrimet të tjera që zhvillojnë për fturimin për personalitetet të tjerë të shquar si ai për Asim Meron, informacionet të panjohura për aktivitetin e tij kundër pushtuesit fashist, analizat me një figurë tjetër të çmuar, Thoma Papapanon, dëshmojnë jo vetëm nderimin e Agron Ficos për këtë personazh fisnik, por zgjerojnë edhe njohuritë tona me aktivitetin e tij patriotik si kontribues dhe pjesëmarrës në Kongresin e Manastirit, krahas personaliteteve Fishta, Gurakuqi, Mjeda, marrëdhënie me Çerçiz dhe Bajotopullin, në përpjekjet luftarake të tyre, si dhe ngjarje të tjera kulturore, patriotike, kombëtare. Spikat, ndriçimi i kontributit të jashtëzakonshëm në fushën e mësimdhënies të Thoma Papapanos, të cilën, siç shkruan Fico, ky patriot e ktheu në art, duke qenë personalitet rrezatues në formimin e shumë nxënësve që u bën figura të shquara të Gjirokastrës dhe të Shqipërisë. Në këtë vëllim flitet për personalitete që ndonse në vijat përgjithshme njihen nga ne, ata rroken në dimensionet e tyre më të plota. I tillë është Lefter Dilo, rreth cilit studiuesi Agron Fico zgjeron njohuritë tona me të dhëna për arsimimin në liceun e Korçës, studimet për histori në Francë, për aktivitetin si publicist, veçanërisht për pasionin dhe punën e jashtëzakonshme që bëri për konceptimin, ndërtimin e muzeumeve, për punën e palodhur në gjurmimin dhe mbledhjen e fakteve, dokumenteve, për leximet e pafund të veprave do shkrimeve, për kontributin e jashtëzakonshëm në ndërtimin e disa muzeve të Gjirokastrës etj. Të dhënat që jep autori këtij vëllimi për aktivitetin muzeal të Lefter Dilos janë të një rëndësie informuese të veçantë. Për vlerat e këtij personaliteti i cili u
cilësua dhe një nga akademik i Akademisë Shkencëve të Romanisë si mbret i pakurorzuar i muzeologjisë ballkanike. Në këtë grup tipologjik, ndjekim edhe analizën që i bëhet shkrimtarit Mehmet Myftiu, një figurë interesante e panjohur dhe e pastudiuar sa duhet. Duke qëndruar në statusin e tij si vuajtës i dy diktaturave, naziste dhe komuniste, si intelektualive të dijshëm kundër realizmit socialist, Agron Fico ndriçon në mënyrë të veçantë aspektin e qëndrueshmërisë dhe lirisë së tij në procesin krijues. Gjithashtu vë në duke specifikat e Myftiut si prozator dhe si poet, duke cilësuar si arkitekt të lirikës erotike, karakterizime që nuk janë bërë në shkencën tonë letrare akoma. Së dyti, tipologjia tjetër e shkrimeve të këtij vëllimi përfshin artikuj, analiza, recenza për vepra të rëndësishme kulturore. Kështu është mjaft interesant qasja antropologjike në shkrimin Një kafe guri me Ismail Kadaren, ku ndihet nostalgjia gjerokastrite, nostalgjia e kulturës dhe shijes shqiptare, duke i dhënë një qasje të veçantë temës së vendlindjes. Po aq ngjiten fletat nga e ftohta. Po aq interesant tërheqës është edhe shkrimi mbi veprën e studiusit Vaso Tole, Kadareja dhe muzika, në të cilën ngërshetohen dy qasje. Nga njëra anë flitet për atë që autori i quan sfidë të studiusit Vaso Tole në përqasjen që ky bën krijimtarisë Kadares me muzikën, duke cilësuar thënien e studiusit që për herë të parë synon të provoj një makrotekst muzikor në veprën e Kadares. Nga ana tjetër, interpretimi i Agron Ficos për veprën e Toles, një interpretim mjaft profesional. Në strukturën e këtij artikulli, shohim të rrjedhin gjatë një spirali e tre shtresa interesante. Proza e Kadares dhe muzika, qytetërimi Gjirokastrit dhe interpretimi i vet Agron Ficos ndaj librit të Vaso Toles. Lidhja midis fjalës dhe muzikës është padyshim një raport sa i rëndësishëm aq edhe specifik. Studimi ka synuar të zbërthejë mënyrën se si i qaset këtij raporti studiusit Tole, duke përvijuar kalimin e njëkohshëm nga Agron Fico te Vaso Tole, të trashëgimia muzikore gjerokastrike te vepra e Kadares. Në këtë tipologji shkrimesh vjen mjaft interesant edhe titulli i interpretimit, një libër dashurie për Gjirokastrën. Kushtuar librit Gjirokastra në sytë e mi të etnomuzikologu dhe publicistit Naxhis Kasaruho. Të shkruash për Gjirokastrën është një sfidë serioze dhe një vlerë, shkruan Agron Fico. Malli krye emocioni i autorit dhe jo vetëm tij, sipas Ficos, është ai prushi i zjarrit me druh lisi që të ngroh shpirtin dhe të lartëson mendjen. Vite të tëra në New Yorkun e largët e nanurisja, shkruan Fico kështu, e nanurisja veten me këngën Gjirokastrite, madje çdo mëngjes dëgjoja në magnetofon këngën him të Petrit Lulës. Po the Gjirokastra i ke thënë të tëra. Është interesante se si në këtë shkrim bashkohet dashuria e dy intelektualëve gjirokastrit, Naxhi Kasaruhos dhe Agron Ficos. Është dashuria e përbashkët për qytetin dhe banorët e tij. Krenaria e ligjshme për figurat e ndritura që kanë dalë prej shtëpive të gurta. Dashuria për kulturën dhe sidomos për polifoninë gjirokastrite, shpirtin artistik të qytetit. Duke vlerësuar veprën e Kasaruhos si mozaik letrar kulturor, Agron Fico përsërit lajmotivin themelor që përshkon artikujt e tij, dashurinë e krenarin e të qenit gjirokastrit. Entuziazmi i autorit shfaqet veçanërisht edhe në interpretimin që i bën studimit serioz të gjuhëtares mozakore, kompleksen vëzhgimet historike mi bazën e shfrytëzimit pothuajse shterus të botimeve mbi qytetin, evolucionin e emrit të qytetit dhe sidomos kontributin e madh në fushën e studimit të folmes gjirokastrite. Autori ngazëllehet për këtë studim, ku zhvillohen teza të rëndësishme në planin gjuhësor dhe etnologjik.
Në këtë grup tipologjik që e kalova shkurt, shohim se si zgjerohet harta historike e kulturore e Gjirokastrës muze, me figurat e shquara që i përkasin këtij qyteti të jashtëzakonshëm, si në arkitekturë dhe në kulturën e tij. Personalisht, ndjeva në këto shkrime krenarinë shembullore të përkatësisë gjirokastrite, lidhjen e ngushtë shpirtërore me këtë qytet. Dhe për një çast, mendova se libri i Agronë-Ficos mund të kishte edhe një titull të tjetër, Gjirokastra ime. Grupi i tretë, tipologjia e tretë, janë shkrime për dukuri kulturore. Agronë-Fico punoi gjatë në Institutin e Folklorit. Madje ai njeh një ndër figurat kryesore të studimeve në këtë fushë. Eposi folklorik për Skënderbeun përbën një ndër tematikat më të rëndësishme të interesimit të këtij studiusi. Çështja e lindjes dhe ekzistencës së një cikli këngësh popullore mbi Skënderbeun, arsyet e zhdukjes së tyre dhe lashësia e këngëve të mbledhura përbëjnë një problem me shumë interes për studiusin. Si specialist në njohjen e thelbit të reflektimit të ngjarjeve të rëndësishme historike në këngën popullore, si dhe mbi bazën e njohjes së përcaktimeve që studiustë huaj kanë bërë për reflektimin e heroizmit të Skënderbeut në këngën popullore, autori sjell argumente për të provuar ekzistencën e një cikli të plot të këngëve mbi heroin ton kombëtar. Me interes janë supozimet e tij mbi shkakun pse dhe ku janë trevat më të qarta ku ruhen këngët mbi Skënderbeun. Gjithashtu edhe analiza që i bën shkaqeve që shkaktuan zhdukjen e shumë këngëve, prej të cilave tashmë janë trashëguar HPR njihen pak. Agronë-Fico sjell informacione të panjohura, me vlerë mbi poezinë popullore kështuar kësaj figure heroike. Tituj të pasur, duke synuar të provoj se kënga popullore kushtuar bëmave të heroit ton kombëtar ishte shumë e pasur, ndonse një pjesë e saj u zhduk gjatë rrjedhjes së shekujve. Ky synim plotësohet në shkrimin kushtuar vendit që zuri figura Skënderbeu edhe në prozën popullore në tregime, një temë që nuk është rrahur sa duhet në studimet tona. Temë madhore në fushën e studimeve albanologjike mbetet interpretimi i Agronë-Ficos mbi eposin heroik shqiptar. Për shumë arsye. Kontributi i jashtëzakonshëm i tij mbetet zbulimi në bibliotekën e Harvardit të fondit të epikës heroike shqiptare, që ishte mbledhur në Shqipërinë e Veriut nga studiusi amerikan Albert Lord. Temë që lidhet ngushtësisht edhe me veglën muzikore lahutën. Dihen diskutimet mbi autorsinë e këtij cikli dhe kësaj vegle muzikore, midis shkencës serbe dhe asaj shqiptare. Por, në artikullin studimor të Agronë-Ficos, kemi një piknisje origjinale. Përqasjen midis temave të këngëve të kreshnikëve me strukturën etike të kanonit ton shqiptar. Njohja e teorisë së studiusit japonez Kazuhiko Yamamoto, analizat rreth strukturës etike të kanonit si urlidhse midis poezisë epike gojore shqiptare, veprës së Albert Lordit dhe epikës homerike, tërhoqi interesimin shkencor të Agronë-Ficos, duke u bërë shkak për zgjerimin e mëtejshëm të interpretimeve rreth kësaj teme madhore. Duke u ndarë në konceptet etike që shprehen në poezinë epike gojore shqiptare, si besa, nderi, miku, buka, hakmarrja, autori, siç shprehet edhe vetë, e konsideron punën e tij si një paradhënie e domosdoshme për të ndërmarrë studime më të gjëra. Dhe kjo sigurisht mbetet një temë vazhdimisht e domosdoshme për trajtim. Tezat e këtij studiusi zhvillojnë dhe argumentojnë më gjerë, duke synuar të japin hovë të mëtejshëm studimeve albanologjike. Si studius serioz i krijimtarisë popullore, Agronë-Fico në aspektin metodologjik i lidh fenomenet kulturore me rrethanat historike sociale të shoqërisë shqiptare. Në këtë vëllim përfshihen mjaft edhe shkrimet të tjera rreth veprave të botuara në Kosovë, sidomos ato që kanë në qendër historinë dramatike të këtij vendi, të
të shqiptarëve të Kosovës, parë sigurisht në rrjedhë historike. Ka recensione për vepra autorësh të ndryshëm, interpretime për aktorin, regjisorin dhe profesorin e gjuhës shqipe Xhevat Limani, etj. etj. Tipologjia e katërt janë ngjarje të rëndësishme historike e politike. Në përjetimet dhe qëndrimet e tij si intelektual i ndërgjegjshëm, përfshihen analizat që u bën ngjarjeve të rëndësishme të historisë shqiptare, si genocidi grek ndaj çamëve, parë në ngjarje historike të vjetra, fillimi i shekullit 20 dhe më pas, masakrat e njohura në vite dhe zona të ndryshme, persekutimet dhe burgosjet, politikat e çkomtarizimit dhe kundër kulturimit. Ato risjell fakte historike për lëvizjet ushtarake politike, për masakrat e fashistëve grek, dëshmi të rënditse të personave që përjetuan vuajtje të tmerrshme. Ndonse në profilin e tij krijues, Agron Fico nuk ishte historian. Është një pjesë e thellësisë së shpirtit e vetë dijes së tij kombëtare që e nxit të bëjnë analiza të tilla sa faktike aq edhe të rënditse. Vëllimi përfshin edhe shkrimet të karakterit të eses, reflektim mbresash për momente apo dukuri të ndryshme, kujtime për ngjarje të rëndësishme që kanë lënë gjurmë. Në këtë grup tipologjik lexojmë opinione për zhvillimet në Shqipëri dhe në Kosovë në 10 vjeçarët e fundit, analiza historike politike rreth fenomenit Kosovë-Serbi, raportet historike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet kryesore të Evropës, analiza në formë opinionesh rreth veprimeve politike në kohën e diktaturës, qëndrime rreth disa politikave të kohës së sotme e tjerë. Kur mbajmë në duar vëllimin për mbledhje studimesh, analizash, artikujsh të profesor Agron Ficos, kuptojmë se kemi një mozaik qasjesh, shqetësimesh, interpretimesh të qeta, apo edhe më të tensionuara. Por më rëndësishmja, kuptojmë diçka nga bota shpirtërore, nga dashuria dhe mirënjohja që e shoqërojnë një intelektual të vërtet. Dhe mirënjohjet në këtë vëllim nuk janë të pakta. Ato shprehin marrëdhënien që autori në kohë dhe momente të ndryshme ndërton me figura të ndeshura në jetën dhe karrierën e tij shkencore, me institucione që lënë gjurmë të pashlyeshme në formimin e tij. Kjo mirësi shkon për personalitetet të kulturës sonë, por edhe për faktor në Shtetet e Bashkuara që lidhen me promovimin, mbështetjen dhe kontributet për kulturën e kombit tonë. Lind pyetja: është vetëdia apo instinkti që mbizotron në shkrimet e Agron Ficos? Zorti ndash këto dy mistere të personalitetit të njeriut. Për këtyre dy faktorëve nxitës të fuqishëm të Agron Ficos, buron ai fenomen që do ta karakterizoja. Model dashurie për vendlindjen. Një filozofi që kalon përtej një raporti të ngushtë personal, që frymëzon, që e bën lexuesin të mendojë, të thellohet në rrënjët tona, të flak tej mosnjohjen, harrimin, nderimin, krenarin. Kjo nuk është një ndjenjë provinciale, përkundrazi, ndjenja më njerëzore dhe më fisnike. Mesazhet në këto shkrime të këtij vëllimi nuk jepen në mënyrë të drejtë për drejtë, por tërthorazi në tematikën dhe sidomos në atë ndjeshmëri dhe zjarr të mbrëmshëm që ndes shpirtin e autorit. Duke paraqitur sot për mbledhjen një hap i ri me kohës të profesor Agron Ficos, mund të them se botim i një lloji të tillë me tematikë të gjerë, pasqyrë interesave profesionale dhe njerëzore në aspekte të ndryshme, vjen si një muze me dokumente të ndryshme, si muret e një sale plot fotografi, portretesh e peizazhes, me të cilët hedhin dritë, dritë me llampa të vogla të veçanta. Dhe në të gjithë këto foto, të gjitha së bashku, afrojnë një vështrimi dhe përftërimin ton, portretin e një miku të mirë, të një vëzhguesi dhe analisti me vetëdije të qartë, me pasionin e një dashuruesi të kulturës dhe historisë së vendit të tij. Duke ndjekur këtë galeri, ne kuptojmë se sa shumë ka jetuar Agron Fico, jo thjesht në vitet e jetës,
por në ndjekjen dhe përjetimet e thella të ngjarjeve, të figurave që lidhen me vendin dhe kulturën e vendit të tij. Ka njerëz që mund të jetojnë shumë vite fizike, por shpirtërisht zhduken jetojnë shumë pak. Sepse jeta e vërtetë e një studiusi është frymëzimi intelektual dhe shpirtëror. Është raporti që ai ndërton me problematikat e vendit të vet. Duke lexuar këto shkrime, takojmë një njeri që përcjell vetëm ndjenja pozitive tek lexuesit. Nëse profesor Fico do të ishte përballë në këtë moment, do t'i thoja: faleminderit miku ynë, sepse në tërësinë e këtyre shkrimeve, pavarësisht për masave të shtjellimit, na ke zbuluar ndjeshmërinë dhe patriotizmin tënd. Na ke lënë në kujtesë personalitetin tënd fisnik. Faleminderit. Falenderojmë akademike Dadon për fjalën e saj, në të veçantë për përshkrimin që i bëri përmbajtjes së këtij botimi të fundit të profesor Ficos. Dëshiroj t'i jap fjalën Angel Musaj, drejtorit të gazetës Telegraf, pasi profesor Fico ishte ndër të tjera një intelektual i angazhuar dhe me një marrëdhënie proaktive me shtypin dhe me mediat. Fjala për ju, zoti Musaj. Faleminderit për ftesën, e nderuar Nën Liria, e nderuar Dalina, e nderuar Albanat, nderuar familjar, miq, dashamirës të profesorit. Faleminderit që sot na mblodhët të gjithë së bashku për të festuar këtë 16 dhjetor, pasi profesor Fico ka dhe do të ketë vetëm ditëlindje në jetën e tij. Të marrësh përsipër për të shkruar për profesor Ficon apo për të analizuar veprat e eruditit nuk është e lehtë. Madje mund të them se është një mision i pamundur për një personalitet nga më të fuqishmit dhe më të mëdhenj të kombit shqiptar, pasardhës i denj i rilindjes sonë kombëtare me dije të gjerë dhe të thella në fushën e shkencave shoqërore, gjuhësore, të kulturës, folklorit, të jetës dhe shoqërisë. Sigurisht që unë do t'i bie pak më shkurt, që dhe të mos i lodhim, dhe po rendis se cilat ishim fati i profesor Ficos që ai arriti gjithë këtë sukses të madh. E para ishte nga Gjirokastra. E dyta, ai kishte bekimin e nënës së vet, e cila kur e lindi e puthi në ball dhe ju uroi mirësinë. Dhe të kesh mirësinë e nënës nuk ka fat në botë që mund ta ndaj. E dyta, ai studioi në gjimnazin Asim Zanelit Gjirokastrës, u shkollua në institutin e lartë dhe punoi së bashku me emblemat më të fuqishme të kombit shqiptar, të dijes jo vetëm ballkanike, por edhe europiane, të cilat do t'i lexoj për të qenë shumë korrekt, sepse ato meritojnë më shumë se sa kaq. Ai punoi së bashku me profesor Aleksandr Xhuvanin, Androkliko Sallarin, Alex Buda, Eqerem Çabej, Selman Riza, Shaban Demiraj, Hasan Ceka, Rok Zojzi, Mahir Domi, Lirak Dodbiba e shumë të tjerë. Ja pra, kjo ishte arsye që unë thash që të marrësh përsipër, të flasësh dhe të analizosh punën e mrekullueshme të profesor Ficos është më shumë se sa një mision i jashtëzakonshëm. Profesor Fico ishte një gur i rënd në krye të qoshes dhe trashëgimisë tonë shpirtërore, por edhe të vetë kulturës kombëtare. Gjirokastrës, por edhe të trashëgimisë kulturore të cilës ju shkëput një gur i ndritshëm në gjerdanin e artë të njerit prej atyre që bën histori me mendje dhe penë. Profesor Fico ishte padyshim njëri prej atyre që përcolli deturi, fjalë të mençura në gjuhën tonë shqipe, jo vetëm në Shqipëri, por në 3 kontinentet, në Europë, Amerikë dhe Azi. Jeta profesor Ficos është mbushur me ngjarje nga më të rëndësishme të kulturës shqiptare, sidomos të folklorit, të cilat ai ka paraqitur në shumë vepra. Librat e tij janë një vlerë e shtuar për kulturën shqiptare që tregojnë erudicionin e tij. Mjafton të ulesh edhe të bashkëbisedoje me profesor Ficon dhe do të kujtoje që ligjërata e tij rrezatonte kulturë të jashtëzakonshme. Me të diskutoje lishëm, pasi ai largonte
me shumë mjeshtëri, diferencat e profesorit me nxënësin të bënte partner pavarësisht moshës, bindjeve dhe ideve. Ditën që profesori, ne sot jemi mbledhur për të nderuar ditën e shenjtë të lindjes dhe prandaj thash që profesor Fico do ketë vetëm lindje, por unë kam edhe një çast të veçantë që ditën që ai u nda nga jeta ne ishim pikërisht bashkë atë ditë që erdhi deri në shtëpi. Edhe megjithëse ju lutaj, thash profesor, të lutem mos lëviz, sepse është dhe kjo çështja e Covidit një flamë mbar botërore. Jo, tha, do të vjedha se kam dy gjëra të veçanta. E para do të takoj dhe e dyta kam sjell dy artikuj shumë të rëndësishëm. Madje janë dy artikuj nga më të rëndësishmit e jetës sime. Dhe ato ishin Lufta e Vlorës 1920, çka tregon që ishte një atletar i vërtet, dhe pse Shqipëria dhe shqiptarët duhet që marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet i vënë në planin e parë dhe kombëtar. Këto të dyja tregojnë që ai kishte një mision dhe një ide të qartë edhe për rrugën që duhet të diqte Shqipëria. Të shkruash për vlerat shoqërore dhe humane dhe qytetare dhe profesionale duhet ditë të tëra dhe ne nuk mbarojmë dot. Por vlera që ai la për shoqërinë na bëjnë që profesor Ficon ta kemi përjetësisht në mesin tonë. Pasi puna e tij shkencore dhe akademike do t'ju shërbej brezat sotëm dhe atyre të ardhmë. Veprat e tij, pra veprat e profesor Ficos, janë dhe do të mbeten një rrezë dielli që do të ndriçojë thellë shpirtin e tij edhe në parajs. Ne sot, profesor Agroni, jemi mbledhur në Akademinë e Shkencave. Të festojmë ditëlindjen tuaj të 90, pikërisht në simbolin dhe tempullin e dijes dhe të kulturës, që ju u investuat aq shumë. Miq, shok dhe dashamirës jemi ftuar nga familja juaj. E shenjtë të festojmë së bashku këtë 90 dhjetor. Ju vërtet nuk jeni fizikisht midis nesh, por ne i gëzojmë faktit që të patëm dhe do të kemi në jetët tona. Faleminderit. Edhe edhe një kuriozitet shumë të vogël, se sot është data 16 dhjetor ditëlindja e profesorit, por edhe unë sot kam ditëlindjen me 16 dhjetor. Gëzuar Angjël, faleminderit për këtë paraqitje shumë dinamike, do ta quaja, të jetës profesorit deri në momentin e fundit, me shtypin dhe me mediat. Tani të kalojmë moment që pak më të relaksuar. Siç e përmenda, jam vërtet shumë i nderuar që profesor Fico më futi në radhën e miqve të tij, pasi ashtu siç e tha dhe Angjëlli në raport me të, kishim shumë momente të përbashkëta interesante. Sigurisht diskutonin për fushat tona të interesit, po i kushtonin vëmendje edhe muzikës. Edhe nuk është e tepër të them që kur ishte me atë humorin e tij karakteristik, ja merrte ndonjëherë Gjirokastriçe dhe unë ja ktheja ashtu nën zën, duke belbëzuar më shumë. Edhe si një shenjë që ai e donte shumë muzikën. Dhe sot ka dhe një koincidencë tjetër, sot është dhe ditëlindja e Beethovenit, 16 dhjetori, dhe në respekt të tij, të shpirtit të tij, pasi një fjalë e urtë thotë që çdo shpirt njeriu është i pavdekshëm, po shpirtat e njerëzve të ditur janë dhe të bekuar, përveç se të pavdekshëm. Kam kompozuar një pjesë që quhet për piano, që quhet Amen, pra një lloj lutje, dhe dëshiroj që të ftoj pianisten, profesoren e njohur Ardita Bufaj, për ta interpretuar dhe me këtë rast ta sjellë shpirtërisht profesor Ficon secilin emocionet e vet.
si çdo aktivitet, edhe ky aktivitet ka kulminacionin e vet që është momenti i vlerësimit të personalitetit dhe trashëgimisë sillapas profesor Agron Fico nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë, dhe për këtë gjë do ftoj kryetarin e Akademisë, akademik Gjinushin, për të dhënë vlerësimin e lartë. Shkëlqësia juaj, ambasador e Republikës Kinës Shqipëri, të nderuar familjar të profesor Ficos, të nderuar pjesëmarrës, unë kam kënaqësinë dhe nderin të bëj të njohur një vendim të jurisë Akademisë Shkencave në dhënien e çmimit Nderi Akademisë, që prej vitit 2022 Akademia akordon këtë çmim të veçantë për figura të shquara të shkencës, të kulturës dhe artit, figura cilat, siç e thot edhe vetë titulli i çmimit Nderi Akademisë, nuk janë vetëm një nderim që Akademia u bën këtyre për kontributin e tyre të veçantë, por tregojnë që janë figura të tilla të cilat po të ishin antar të Akademisë do të nderonin vetë Akademinë e Shkencave. Dhe pikërisht me 24/5/2022, juria përkatëse e përbërë nga Kryesia e Akademisë dhe kryetarët e komisionit të përhershme me motivacionin studius me profil të veçantë në folkloristik dhe profesor i pasionuar i Shqipes për të huajt në disa vende të botës, antar i Komisionit Përhershëm të Artit dhe Trashëgimisë Kulturore pranë Akademisë Shkencave, drejtues që la gjurmë në disa institucione kërkimore shkencore të vendit, dhe që me studimet, botimet dhe referimet e tij lartësoi kudo traditat kulturore dhe trashëgiminë shqiptare, i jep çmimin Nderi Akademisë profesor Agron Ficos. Kam kënaqësinë tani të dorëzoj diplomën përkatëse për këtë çmim të merituar. Të tjera. Kjo që më dhatë ju është shumë e rëndë. Po jo nga pesha, po nga mirënjohja e madhe. Ai po e merr këtë në dheun e tij, në dheun për të cilin ai punoi, jetoi dhe u largua. Nga ana tjetër, ai e meritonte, por e meritoni ju që u kujtuat për burin tim. Sepse në rrafshin 60 vjeçar, që unë jetova me Agronin, ai ishte njeri i cili donte njerëzit. Por ajo që të binte në sy tek ai ishte sepse mori disa të tilla jashtë vendit. Dhe të parën që e mori nga shoku quaj ndaj. Për punën e madhe që kishte bërë në Institutin e Lartë të Arteve, të gjuhëve të huaja të Pekinit. Ishte kënaqësi e madhe. Në të dytën, ai e mori në Orçelek në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ku atje hyri në husu në emrat e nderuar të profesorëve të vitit 2000. Dhe më vonë, kur u kthye në be, më tha, mora të ëmbrin nderi qytetit tim të Gjirokastrës të Mazuratës. Më vonë, në Institutin e Lartë të Gjirokastrës, me emrin e nderuar të profesorit të studimeve e Shrem Qabej,
për të cilin ai më thoshte, Lirka, ai më bëri dhe më ndezi dritën jeshile për studimet akademike. Dhe ajo që është me mafja, ishte kjo, se kjo është e abdhëllët dhe është me vunën shqiptar. Ju faleminderit. Dhe tani do kisha dëshirë që në emër të familjes të ftoja profesore Albanën për të mbajtur fjalën e rastit. Përshëndetje gjithëve, shumë faleminderit e nderuar zonja ambasadore e Republikës së Kinës, i nderuar kryetari i Akademisë së Shkencave, akademik, profesor dhe miq të dashur. Në emër të familjes ju falenderoj nga zemra për pjesëmarrjen në këtë aktivitet, kushtuar punës dhe veprës së babait tim të shtrenjtë, profesor Agron Ficos. Të gjithë ju në këtë sallë, në një mënyrë ose në një tjetër, jeni të lidhur përmes këtij buri, që bëri sa mundi me shumë dashuri, për kushtim dhe në mënyrë të veçantë e shumë të dallueshme për gjuhën dhe kulturën shqipe në 3 kontinente. Pa dashur të përsëris parafolsit, do të desha të risjell fjalët e përcjelljes pranvarit të tij në 1 qershor 2020, që tashmë përmbyllin në trajtën e pastënies librin që përurojmë sot. Për të plotësuar për ata që nuk e njohën nga afër dimensionin e tij njerëzor, po shkputz disa rjeshta. Mua që nuk më mungojnë fjalët, sot më ka rënë bara që të flas për baban tim, që ishte mjeshtër i fjalës. Për ata që e njohën nga afër dhe për ata që nuk arritën ta njihnin aq mirë, do të desha t'u them se ishte dhe mbetet një njeri i veçantë që me përpjekje të stërmundimshme nga fillimet të dhimbshme erdhi deri në ditët që lan pas me një sër gjërash për të kujtuar. Se ishte dhe mbetet një njeri i veçantë që me përpjekje të stërmundimshme pa na gjykuar bëri gjithçka për emancipimin ton dhe këtë e gjeti tek shkollimi. Njeriu që deshi pafund dhe shkroi intensivisht për gjuhën, folklorin dhe kulturën shqiptare. Botoi libra dhe hapi katedra dhe programe të gjuhës shqipe në 3 kontinente, duke u bërë si rallëherë profesor në të 3-ja. Ishte dhe do të mbetet pinjolli ficatëve, që deshi Gjerokastrës së cilës i kushtonte poezi e i këndonte këngë si pakush. Njeriu që i adhuronte vajzat dhe nipin Martinin në një mënyrë të tillë që pakunde kam gjetur, duke qenë një herash, sa kërkues, aq dhe i emancipuar. Jam e sigurt, them unë atëre, në këtë ditë qershori plot diell kemi shumë herë më tepër arsye të kujtojmë babin për çfarë la pas në trajtën e punës dhe për përpjekjeve të tija personale. Faqeve të shumta të shkrimeve për gjuhën dhe kulturën, dashurisë dhe hapësirës shpirtërore që na krijoi ne fëmijëve të tij, ndjeshmërisë ndaj edukimit si një dritare pa shoq për të kuptuar botën që na rrethon, adrenalinën për të shkuar përpara dhe besimin tek ne dhe Lirka e tij e dashur, se sa tu mbasim në terin e dhimbjes së largimit të tij. Në këtë kohë kur Covid-19 gjuzoi botën, them atëre, sfidoi dhe ritualet mortore dhe kërkova në emër të familjes që të ndaheshim aty për të mundësuar një takim tjetër në këtë ceremoni dhe profesoresh ju, unë dhe ju s'kemi folur në telefon për këtë çështje, por në fakt, ja ku erdhëm në ditën e sotme, që do të mbetesh veç të tjerash dhe dita e premtimit të mbajtur, për kujtimi veprës dhe punës së tij mes jush, miqve të tij të rrallë. Faleminderit me zemër. Profesor Tolet është ta bëj un pak mediatorin këtu. Atëherë, unë besoj që ky është programi, ndërkohë që ka një koktejl dhe është tek
tenda, pra ne do dalim dhe kemi në të majtë për të vazhduar dhe për të biseduar për çfarë përjetuam sot, po dhe jo vetëm. Dhe ndërkohë, tek dera, për ata që nuk e kanë librin, do t'jetë Delina që do t'ja ofroj. Shumë faleminderit, mirë se keni ardhur dhe gëzuar festat e fundit.